Dita ime si një agent imobiliar nuk ka kaos, por ka strukturë. Dhe Ryan Serhant, që është mbreti i pasurive të paluajtshme, e quan këtë model Finder, Keeper, Doer. Finder është koha ku unë gjej gjithmonë klientët e mi të rinj, koha për të bërë cold call, koha për të bërë prospect, koha për të bërë follow-up sa më shumë me klientët e mi. Keeper, kujdesi për klientët ekzistues, është eksakt koha për të kujdesur për klientët të cilët ke punuar edhe më përpara. Janë klientë të cilët po ndërton marrëdhënie afatgjata, klientë për të cilët ti duhet të ndërtosh raporte, duhet të ndërtosh duhet t'u japësh atyre vlerë her pas here, duhet t'u japësh atyre raportime rreth tregut imobiliar se si po funksionon, rreth pronës së tyre, rreth kërkesës së tyre, etj. Dhe Doer është koha për të cilën transaksionet duhet të ndodhin. Është koha ku ne organizojmë takimet, koha ku ne organizojmë negociatat, koha ku ne mbyllim marrëveshje. Finder, Keeper, Doer. Ky është modeli të cilën unë kam implementuar nga Ryan Serhant dhe të cilin po e përdor çdo ditë. Nëse edhe ti je një agent imobiliar i cili dëshiron që të bësh i suksesshëm, të sugjeroj që ta ndjekësh këtë praktikë.